në një përgjithsisht po flasim një inflacion kështu të përgjithshëm dhe si e shihni ju, si mund të ketë një rritje e tillë, çfarë ndikimi? Po rritja e çmimit të energjisë me një inflacion të cilën është i lartë e rëndon edhe më shumë jetën e konsumatorit, jetën e ekonomisë familjare dhe të biznesve, të cilët e rrit kostin e jetës, e bën të papërballueshëm në këtë aspekt edhe proceset ekonomike i vërteton edhe më shumë në aspektin e gjithëmbashëm. Në këtë rastet 15% dhe më thënë që është marrë vendimi nga zoreja, faktikisht dobëson edhe fuqinë blerëse të qytetarëve për produktet elementare bazike dhe për shërbimet, edhe kjo e rëndon edhe e bën të papërballueshme. Andaj edhe unë kisha sugjeruar që thjesht me shtym për një vet apo me këto çmime duhet të rregullohen, sepse vetë fakti se zyra e rregullatorit e energjisë elektrike është për me rregullu çmimet edhe apo tarifat edhe me ato çmime do duhet si të jenë sipas kostos direkte edhe të jenë sipas rajonit dhe çmimet tregu duhet të liberalizohet. Andaj unë kisha sugjeruar se është vërtet që ka monopol në aspektin energjetik, mirë, po do duhet që kë liberalizohet tregu, thjesht të jetë tregu i energjisë elektrike të jetë i konkurrueshëm, jo thjesht një operator të caktoj çmimet ashtu për përfitimet veta komerciale apo për tyrat veta të cilët janë thjesht për kompaninë apo operatorin janë për me funksionalizuar normale, mirë, po për neve është jashtë normale për gjithë qytetarët dhe ekonominë familjare dhe gjitha bizneset, se me këtë rast edhe operimi i krijimit të produkteve dhe shërbime faktikisht edhe rritet dhe kostoj në këtë aspekt, edhe me rritjen e kostave rriten edhe çmimet, edhe çmimet ku të rriten edhe ashtu kështu janë të jetë lartë, rriten mbi tregun, e çmimet duhet të jetë godët e ofertës dhe kërkesës, derisa s'ka treg të liberalizuar të energjisë elektrike, derisa ka monopol, faktikisht në këtë aspekt çmimet janë shumë të larta edhe të papërballueshme, thjesht edhe në aspektin e gjithëbashkëm ekonomik ndikon negativisht, dihet mirëfillet që elementet edhe faktikisht të ekonomisë Kosovës që jemi më shumë ekonomi importuese se eksportuese, edhe gjithashtu edhe të veshoja për shembull edhe vilet edhe në kufi, edhe vilet edhe brenda, faktikisht duhet edhe politikat monetare duhet të ndryshu, edhe në gjitha aspektet duhet bëhet reforma të thella energjetike, po duhet bëhet reforma të thella në aspektin makroekonomik për të gjitha treguesit makroekonomik. Duhet të vlerësuar se energjia elektrike është aset strategjik jetësor të cilit as jeta qytetare pas ekonomia e gjithëbashkët nuk më qenë e shëndosh e mirëfillt zhvillimore edhe nëse ka çmimet apo tarifat larta të energjisë elektrike. Po, pikërisht për këtë, zotri Bellaqa, nëse flasim për ato që çfarë mund të bëjnë institucionet gjejtëse për këtë çështje, a mendoni apo çfarë propozoni ju që mund të ketë reagime apo veprime nga institucionet përkatëse, të cilat merren me menaxhimin e këtyre, një zgjidhje për t'i dalë ballë kësaj krize po i referohemi ashtu? Sidomos institucionet përgjithëse duhet të reagojnë në këtë aspekt ashëm, sepse është e papërballueshme vetë fakti se sidomos i godet kategoritë me tyra të ulta, si kategoritë sociale, pastaj kategoritë pensionale, pastaj kategoritë që mbarën në sektorin privat, për shembull për paga që janë paga shumë të ulta, pastaj edhe në sektorin publik paga të cilat janë në kashi inflacione, çmimet të larta plus tarifat e energjisë elektrike që janë aplikuar për 15% e vështirësohet edhe më shumë, andaj vështirësohet jeta ekonomike dhe sociale dhe dobësohet fuqia blerëse dhe shitse edhe faktikisht qytetarët i kërcënohet jeta ekonomike dhe sociale dhe në kanë mirëqenie ekonomike sociale derisa ka tarifat e larta të energjisë elektrike. Po, ndërkaq që Dardan, nëse flasim për këto strukturat e tarifave deri tash, a besoni se janë të drejta apo ndoshta edhe duhet të ketë ndonjë ndryshim tek këto për të mos rënduar edhe më shumë këto qytetarët, po flasim përgjithsisht për shpenzimet që kanë deri tash? Po di tash a janë tarifat e drejta, nuk e di nëse une ose nuk e di a është në hajkush autoritet me vlerësua është një tarife drejt. Çmimet që i kanë caktuar aktualisht, po. Menoj
zëreja është ai.